Jem dalë në rrugë, s'kan mujtë me më gjetë tonë ditë. Nuk kem kone lumtur, s'kom pa t'jetë mirë. E ke ndje këtë gjë që realisht nuk jam printu apo tu ka bo ndonjë padrejtësi? Pse unë jam vetë, pse nuk kam motra, pse nuk kam vëllë. Grupi i kësaj vajzës vogël edhe yti nuk po përgjon. Që të tani unë e kom ditë edhe në të vërtetën. Çfarë mendoje në ato momentin që dole edhe nga spitali? Më ka lanë nona, nuk unë pas ka deshtë. Po cila ishte arsyeja që ti ju the se ke dalë nga spitali? Dëshira time nuk o kono në me shkuar në shkollë. Në moshë shumë të hershme ta tregoj një lajm që të ka trondit. Shkollën do të më të martue. Kam pas frikë që po ndodh diçka dhe duke marrë parasysh që të kam birësua. Një fëmijë që nuk e din të vërtetën, është shumë keq. Nuk ke pas një fëmijëri të lumtur ashtu siç ke ndru. Që ma kanë ndru edhe emnin, edhe ditëlindjen, edhe që ajo dot, derisa vdes nuk erdhe. Jo në shku në Prishtinë mi kanë rritë 2 vjetë, më kanë bërë 2 vjetë më të madhe. E 15 vjetë në u bona dhe nonë. Unë halodh fëmijë, u bona nonë. Si pasojë e çkafit ndodhe që ti veç u divorcove me bashkëshortin tuaj. Po unë e kom me luftue, fëmijës tem nuk kam i ndodhë që kjo, shkam ka ndodhë mua. Keni takuar nënën tuaj biologjike pas 45 vite. E mu tha ma mirë, tha Zote, tha të ma kish marrë për shpirti, se që e kom prita që ditë. Pse më ke lonë, edhe pse mas disa vite ke ardhë, do me thonë që tashti, e ke gjithë rrugën edhe vendin ku janë. Është non një vetë. Mos harro se krejt një jetë kem gabime, krejt gabojmë. As qatë ditë, as tjera ditë, as s'kom bënë për lejtë pësojnë, as ma ka këthi përgjegjën. Pse? Se shife reagimin në momentin që ti e ke kuptu se nuk jam printe tu. A të ka dënu Zotit dikon ku të ka dhimbë të ma shumë. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19, vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Rrëfim Jete me Baki Zeqirin. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe në këtë javë në emisionin Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë studio duke sjellur tek ju një rrëfim shumë të veçantë. Mundohemi që çdo herë në Rrëfim Jete të kemi rrëfimet nga më të ndryshme, rrëfime gjithmonë reale që njerëzit kanë kaluar sfida të ndryshme në jetë. Pavarësisht se jeta na sfidon me gjëra të mira dhe të këqija, ne asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi dhe të jemi gjithmonë më i fortë. Edhe rrëfimi sonte do të jetë një rrëfim motivues për të gjithë ata të cilët kanë kaluar sfida të ndryshme në jetë. Në këtë studio do të vijë një zonjë e cila do të rrëfen shumë çka për jetën e saj. Nga lindja ajo u braktis nga 2 prindrit e saj biologjik. Dhe pas sa viteve ajo e kuptoi që realisht nuk janë prindrit e saj biologjik, sepse pas një intervenimit, një operacioni që kishte, ajo e kuptoi nga doktorët për shkak gjaku që nuk është përputhur nga familja që e kanë birësuar. Dhe nga mosha 14 vjeçare, ato e kanë martuar, pa e pyetur fare, ndërsa në moshën 15 vjeçare, ajo është bërë nën. Pavarësisht që vitet kanë kaluar, ajo e ka vujtur çdo herë këtë, për shkak se duke i dhënë pikpyetje jetës së saj, pse çfarë ka ndodhur, duke i pyetur persona të ndryshëm dhe duke mos marrur asnjëherë përgjigje. Po 5 fëmijë ajo solli në jetë. Pas 5 fëmijëve, ajo u divorcua me bashkëshortin, por ajo duke u nisur nga vetja që asnjëherë nuk u ndjej mirë për shkak se ka qenë jetime, ajo ka vendosur që mos t'jek dorë nga 5 fëmijët e saj. Pas 45 viteve, ka takuar për herë të parë nënën e saj biologjike. Se ka takuar nënën e saj dhe sipas saj, a do t'ja fal gabimin që ka bë, që ka braktisur nga lindja, ndiqeni rrëfimin me Suzanën. Andaj qëndroni me ne. Mirëmbrëma Suzana dhe mirë se erdhe në emisionin Rrëfim Jete. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Kënaqësi që të kam në këtë studio. Suzana, kemi kontaktuar vazhdimisht për me qenë pjesë e emisionit
rrëfimi juaj është një rrëfim i veçantë, një rrëfim që nuk ka fillim edhe nuk ka mbarim, mund ta them kështu. Për shkak se ke kaluar shumë sfida të mëdha në jetë. Dhe besoj që krejt ato sfida ty të kanë bërë një gru shumë të fortë si që je sot. Po me qenë se kemi shumë çka me fol, po na intereson kush është Suzana dhe si ishte familja juaj. Unë jam Suzana Gere quhem, jetoj në Gjermani. Që 38 vite jam atje. Suzana, na tregoni pak a shumë si ishte familja juaj? Familja ime ishte bolla keqe, po që më kone pajtimit. Jem konë vetë, jem rritë do prind. S'kan po tjerë thmi, vetëm unë jem konë. Po nuk kem konë e lumtur, s'kom po t'jetë mirë. Kom vujt. Do të thotë që prindët e tu biologjik të kanë braktisur edhe të kanë rritë këtë dikush tjetër. Këtë dikush tjetër, oba. Po ti pas sa viteve ke kuptu që do me thonë nuk i ke prind biologjik ata. Gjatë kësaj kohe që nuk ke kuptu që prind tu biologjik nuk janë këta, e ke ndje këtë gjë që realisht nuk janë prind tu apo tu ka bën ndonjë padrejtësi? Po e kom ndje se edhe padrejtësi mu ka bo, se më kanë lëndu me fjallë se pse unë jam vetë, pse nuk kam motra, pse nuk kam vëllezër, pse këta e ndryshe, unë jam ndryshe. Po jam konë, që thonë, se kom ditë për para që ka do me thonë kjo, isha e pajtimit, isha nashta këta nuk kanë ndesht vetë tjerë thmi, kanë ndesht veç mua, po të na të rritë, e të ditë edhe në ma mirë, po Kur e kuptove që ti je e birsume nga prind të cilët të kanë rritur? kur jam shku në spital, Çfarë moshe ke qenë? të katërtën klasë jam konë aty 10 vjetë, jo 11 jam konë, 11 vjeqarë jam konë të ty. Kur kom shku në spital, prej zorës qore, kom pa të dhimt, më kanë qunë në spital, më kanë bu operacion e krejt, të na nuk kom pa të shumë gjak, këta prind kanë lypër gjak, dikush për dhe me më dhonë, po nuk ka bue grupi, edhe me të të njëjtën që kom pa tone, të na kanë orë këta prind, kanë folë me mjek, këta na këta mjek që në quj kanë thonë si apo na të regon vërtetën, a jo se grupi i kësoj vojzës vogël edhe jyti nuk po përgjon. Nuk përputha. Po, ta na këta ju në quj kanë thonë vërtetën, e unë isha aty, se ta kanë menu se unë isha flejt. Kanë thonë se t'japëm pare, t'japëm çka dush, veç edhe me pështue. Se nuk është e junja, ne kemi marrë këto, e kemi rrit. Që të tanë unë e kom ditë edhe në të vërtetën. Ti do me thonë i ke ndëgju ata, si pas te e kanë mendu që ti je në gjumë, Po. apo nuk je në gjendje dhe mi ndëgju, e çfarë muhabeti janë të bo. Po pastaj, kur i ndëgjove ti se ndjeve vetën me qenë se ishe në spital? Shumë keq. Edhe jem largu prej tyt, jem dalë në rrugë, s'kan mujt me më gjetë ton ditë. Ta na më kanë gjetë ka këshomi që të përlogi që te. Çfarë mendoje në ato momentin që dole edhe nga spitali, do me thonë ishe gjithçka në pikë pyetje dhe nuk doje me vazhdu ma jetën, apo? Shumë, pse më ka ndodhë, pse më ka lanë nona, nuk më pas ka desht, më pas ka lanë, që thojnë, tjetër kush mu me më rritë, tana që të prej qasoj ditës, tana e kom ditë, po këtyme mjë të thonë, adhe në dishka mjë se mjë shtuj pytje, pse
Po këta kur gjetën që ti ke dalë nga spitali, të pyetën pse ke dalë nga spitali, ju tregove që ti i ke Ja, dëgjuar si apo po jo? tregu, ja. Ja. Po cila ishte arsyeja që ti ju the se ke dalë nga spitali? S'kom fol me ta, s'ju kom shtu as pyetje, jo, kur gjë, më kanë marrë, apet më kanë pru në spital, kanë nejtë që aty tana, më kanë rujtë që më s'po ndodh apet diçka. Po pas këtij rasti ti i shikoje me një shikim dashurie akoma apo me urrëtie? Me urrëtie. Pse? Pse s'ma kanë tregu të vërtetën. Po ndoshta ke qenë shumë e re dhe kanë menduar që të lëndojnë atë në moshë shumë të hershme ta tregojnë një lajm që të ka trondit. Kështu që besoj që është dashur edhe mi arsyetu për shkak se domethënë në moshë shumë të re tregojnë që nuk kemi prind biologjik, me të vërtet nuk është lajm i mirë. Jo. Se shife reagimin në momentin që ti e ke kuptu se nuk jam prind të tu, edhe ti ke marrë domethënë një hap, ke dalë edhe nga spitali. Po pastaj, kur ja the se unë e di të vërtetën? Kur ja kom fillu klasën e 5. Këta nuk, dëshira time nuk o kono në me shkua në shkollë. Pse? Se kanë pot frikë, ta nuk e di tash prej kujt. Dëshira e më konë për me shku në shkollë, me kry një zanat, me arrit diçka. Po, këta e kanë pot një frikë prej dikuj, pa nuk e di prej kujt. Ta në të 5. klasë, kur ja kom filluë, ta janë nisën, ta jo tha ti du të më ndërprej shkollën, du të më të martue, nuk mujna na me të mojtë në shpe, se fillova dhe mu rrit, po nuk besoj ke kërkush që i kisha që të vjetë. I kisha ato pikë pyetjet e tua sikurse ishe e izolume edhe nuk t'lajnë, nuk t'japin shumë qasje për medalë apo për mu shkollu tutje? Jo, s'm kanë dhënë. S'kom pot shumë. Ato drejtat e mia nuk i kom pot. S'kisha drejt as medalë, as për shkollë, si ashtu për shkollë nuk kom pot. Me qenë se ti tash je prinde vetë, a i arsyeton në atë formën që do me thonë kam pas frikë që po ndodh diçka dhe duke marrë parasysh që të kam birësue edhe ndoshta gjithmonë me një qëllim të mirë e kam pas? Ndoshta e kanë pat, po nuk besoj. Jo, se këta kur e kanë pas se une jam qatë drejtim se du me rrit diçka, du me shku në shkollë, edhe kur e kanë pas se këta unë këtyme nuk ju shtoj pyetje pse ju s'ma keni tregu të vërtetën, ose pse jam unë pa vëlla, ose pa motër, ose pse unë jam vetë. Ta kishin mujt ndryshe mua me më thonë se po nuk kena drejt, kena qef me të pa mirë, më kone martone me pa të mirë, këto familje, këto krejt, nuk kena qef ti me shku për shemë në shkollë, ose me pa të një zanata, diçka. Që aty pak... Po, për çfarë arsye mendoni që ka ndodhur kjo që nuk të kanë lënë mu shkollu matutje, ke qenë e kufizume, nuk ke pas një fëmijëri të lumtur ashtu siç ke ndru? Cila ka qenë, për çfarë arsye, derisa të kanë marrë, të kanë birësue, atëherë për çfarë arsye edhe mos me të trajtu mirë? Po, nashta edhe kam pot edhe frikë, thot kjo, kur të rritet mos pe lyp që e familje që e kemi marrë na, kurse kështu të ma mirë të largojmë na krej për këtuit, dhe mos me mujt kërkush me gjetë, se na të kom të regu që ma kanë ndërru edhe emnin, edhe ditëlindjen, edhe... Kush të ka ndërru emnin edhe ditëlindjen? Familja e cila të ka birësu? Po. Përse? Po, kanë pot frikë, kanë menu se tash unë me moj qatë mbi emën, edhe qatë emën, edhe qatë ditëlindje, mujnë me më gjetë. Po, e din si ka qenë emni juaj fillimisht? Po, Shqipe. Po mbi emni? Idrizi. Do me thonë, e din se në çfarë moshe ta kanë ndryshu emnin edhe mbi emnin? Qatë, kur më kanë marrë, sa i di une,
Masi që më kanë pru mua prej atjet këtu në Kosovë, po menoj unë tash nashta më njerë nashta vetë Se ke kuptu ti se ta ka ndryshu emnin? E kom kuptue kur e kom gjetë nonën. Me nonën kur kom pat kontakt. Kjo më Po ka në bazë treguar. dokumentave nuk ka Ja, unë s'kom pat drejtën në dokumentat e mija me po. Pse s'ke pas drejt? Jo, se këta e kam pat një dhomë, ajo dhomë o konë gjithë e mbyllur. Edhe o konë si... Së di qysh për para që në konë adim do me dry. Po, do me thonë sekretet e shtëpis. Edhe aty o konë, ajo me dry o konë mshel. Unë ju shtesha pyetje këtyme, pse? Pse që aty që ajo është gjithë e mbyllur? Jo, thëshin se aty kemi dokumentat e që ata e mojna mbyllur. E që aty janë konkret dokumentat aty të mija të krejt që... Po si pas teje, a mendon që më mirë që të kështë ditë në moshë shumë të hershme që ti nuk je fëmija i tyre, apo që ke kuptu më vonë? Jo, ma mirë i shkon që atëherë këta me ma tërgu të vërtetën. Po si e kështë menagju si fëmi, me të vërtet nuk është një lajmë i mirë për një fëmi në moshë të reja dhe ti tregosh që ne nuk jemi prind të tu të vërtet, biologjik. Po, e vërtet është, po për një fëmi që nuk e din të vërtetën, është shumë keq. Po besoj vërteta kuptohet me kalimin e viteve, kur qaj fëmi pjekët, pak sa edhe i kupton gjonat tamam. Vërtet është, po... Po trajtimi i familjes, cilët kanë birsu, ka qeni trajtimi mirë, ka qeni dashuri, me qenë se askush nuk i ka shti me zorë për me të birsue. Çfarë raporte ke pas me nanën edhe babën? Nuk i kom pat raportet e mira se këta nuk kanë nejt shumë me mua. Këta s'kan pat edhe kohë nuk kanë pat. Pse s'ka nejt? Se kjo shkoj ke punoj ke ka pat një punë që dalke në për pazara me shit. E kjo baba i vike kesh këti. Nuk i shku me nejt me mu me më këqyre krejt, unë kanë quë të një teze. E prej soj unë e kom pat dashni, sukur pej një nonës. Do me thonë ke pas një lidhje emocionale më shumë me... Po, me to shumë, ajo, që thojnë ajo më ka rritë. Po sot keni prap raport mirë? Po, ajo ka vdek. Dëshira së në konë qatë ditë kur ka vdek, ajo më konon aty, po në nuk kom mujë, se ajo ka dish me ma tregu mu të vërtetën, po në s'ku mujtë me shku. Ajo ka hek me mua, ajo që thojnë më ka rritë e krejtë, që sot atje kam kontakt me familjet sojna, me të mije me krejtë. Prej soj e di dashnijën e nonës, shka do me thonë dashnija nonës, a prej këtyme këta që, prej këtyme jo. Po sot prap keni, do me thonë, komunikim tash prind cilët kanë birsue, janë gjallë? Jo. Asnjoni? Asnjoni, jo. Po me atë familje, keni raportet mira, keni komunikim? Po kam. Po i shfash ti tash ato paknatësit e tua të cilat nuk është se ke kalu mirë me vite të tëra? Po. Lypi përgjigje prej tyme, po s'kam përgjigje prej tyme. Se këta krejt e kanë ditë, po... Sa është vështirë, Suzana, më rrit pa përkdheljen e prindve biologjik, e sidomos pa përkdheljen e nonës, duke marrë parasysh që edhe në shkolla ka poezi të ndryshme për nona, edhe për momenti që e ke kuptu që ti realisht nuk i ki prind biologjik, si e ndje, ka pas raste që je ndje shumë keq, je ndje e lëndume. Shumë është keq, ka pas raste shumë. Kur i pasha me familje, i pasha me motra, me vllazër.
Shumë e kom një vetën keq, edhe sot e një vetën keq, që kom bujt, jëm rrit, që thojnë me lëndime, Do kalojmë të diçka tjetër, ti në moshën shumë të re, pavarësisht sfidave në jetë, ata vendosen me të martu. Po. Në moshën 14 vjeçare, more rrugë për në Gjermani me tren. me tren. Na tregoni si ishte për ty që me lanë shkollën në moshën 14 vjeçare, edhe thjesht me shku të një familje kur ti akoma e mitne, do me thënë një vajzë 14 vjeçare, akoma i mungon përgdhelja, dashuria e familjes, edhe zhvillimi i intelektual i shkollës edhe të vazhdon jetën tutje. Ndërsa për ty të gjitha ato morën fund edhe zgjedhja vetme ishte martesa. Na përshkruni atë ditë apo se mort lajmin që ti do të martohesh? Ishte me aprovimin tuaj apo se? Jo, nuk ishte, po dëshira këty me dy prindve o konë, se me më largu muhe prej shtëpisë, mu martu, mos me patu në kontakt mo as në Kosovë, as kërkon. O konë një lajmi i vështirë për mu, nuk e harroj atë ditë kur jem nis me tren, që thojnë, unë jem kone re, 14 vjeta, e alo fëmijë, atë menimin që thojnë, mu nuk më doke që po shkoj mu martu. Të ke pas atë ndjesi se si është një person në atë moshë mu martu? Nuk e kom dit, jo. Po shkoj, okej. Edhe për para o konë, një kohë që shkojshin në ushtarë. Edhe i përcjellshin me muzikë. E mua kur më kanë përcjell të treni, janë konë një 4-5 familje janë konë që i kanë përcjell që ta djemë në ushtri, me muzikë. Edhe unë të në nisha vetën që qyshtë isha okej, edhe mu propë më përcjell kanë me muzikë, po shkoj në Gjermani, po nuk e kom ditë që është largë. Me një jam e thësha shkoj 1 orë ose 2 orë. Apo si me shku të një familjar? Një qyshin, po me shku musaferon e kthejnë apet. Tana, kom më rrinë në Gjermani, që ajo ditë, edhe që ajo datë, dhe sa vdes nuk arroj. I teti gusht të konë, 1988. Kur që ajo ditë edhe që ajo datë, unë e kur se arroj. Si ishin ato vështërsi gjatë rrugës, me qenë se në atë kohë nuk ka pas viza dhe ke dalë? Jo, s'ka pat. Si ke dalë? O konë vjerë jam me mu o konë. Do të thënë nxezën? Jo, për para o konë me pasaport Serbisë. Unë jem konë 14 vjeçare, s'kum po drejtën me pat pasaportin. Tana, janë shku në Prishtinë, mi kanë rritë 2 vjetë, më kanë bërë 2 vjetë më të madhe. Po, si ishte mundësia ti kalosh kufejt duke marrë parasysh që nuk ke qenë fëmija i tyre? Po, se mi kanë ndru vjetë, më kanë rritë, 2 vjetë më madhe më kanë bërë. Po prapë mendoj që do të me qenë aprovimi i prindve në moshën 18 vjeçare. Për para nuk o konë. A nuk ka qenë? Jo. Na përshkruni në momentin që më rritë në Gjermani edhe si u takove me bashkëshortin tuaj edhe me familjen e bashkëshortit? O konë shumë që e ditë e shtirë se unë e kom mënu se po shkoj musafir. Kur kom rrinë në Gjermani më kanë pritë, burre, vjerra, këtë më kanë pritë, se këta e në konë një familje madhe në konë. Këtë me një shpi kemi nejtë. Të ne jam taku me ta, po mu doke si me shku në musafir. Se s'kom ditë. Po kur e pe bashkëshortin, burrin tuaj, të pëlqej, apo se mendoje?
Po qatë momentin s'kom menu që është burri jam. Se kom pa, s'më duke interesant se unë më neshe se kom marrë dikon mësafer. Që se din Thjesht po, nuk e keni vetën gatshme për martesë dhe nuk ke pas një ndjesi tillë. jo. E kuptoj. Po jeta si rrodhe me bashkëshortin, me familjen e bashkëshortit? Në fillimi o konë mirë krejt, jemi ko me familje që të me një banes krejt kemi nejt, mirë o konë. O konë një farjetës edhe të në nisa unë edhe më mësua që e pasha se nuk po kthejna unë mo, për para s'kemi pat, as telefona nuk kemi pat, as më marrë vesh, as nisa të në edhe më mësua, s'kisha edhe më qka me bu, s'kisha edhe me kanë edhe me full, ose me mirë, o konë fillimi o konë mirë, po të na një nisi koha vike, unë ndryshonën krejt njerëzit unë me 15 vite, me 15 vjetë të në bona dhe non. Moshën 15 vjeçare. Moshën 15 vjeçare. Sa të zaktë. Sa ishte e vështirë për ty kjo? Shumë o konë vështirë se kom lindë këtu në Kosovë, kom marrë me lindë, se atje për para nuk kemi pa drejtet, letrat jo, para konë këtë që të rligjë konë. Në Kosovë dovë ke marrë me nej 3 muj. Qaja ditë kur jam bon non, o konë, edhe jom konë e gëzushme, edhe jom konë, se besësha vetën qysh dhe isha, unë halodh fëmi, o bona non. O konë për mu, nuk e rrej edhe atë ditë nuk e rrej, se në Prishtinë kam lindë. O konë shumë e shtirë, o konë se edhe gzim edhe, o konë për mu shtirë se thesha shka bëj unë që thashtë, qysh e rriti unë Nuk e ditë. s'kom ditë që çka do çka kom me bu unë, a moja qysh kom me rrite, Po si ishte lidhshmëria me fëmijën e parë, duke marrë parasysh që ti në moshën 15 vjeçareve që e bonon, cila ka qenë lidhshmëria edhe në atë moment ka shku mendja për nanën biologjike e cila të ka braktisë dhe e ke bë atë krahasim, si ka mujt me bo një gjatë tillë? O konë, jënë konë do mjekë në spital, më kanë një qatë ditë kur më ka linë djale, kur më ka ndonë dorë, me njerë ku menuat e nona, se kom një vetën farë dashnije, ka qëfar dhimte, edhe kom një vetën, kom thonë, qysh ka mujt ajo mua, këto me ma bu, kurse unë që tashti, unë nuk di, nuk kom e dit, po kom u munua, me dashni me rrit edhe tanat me bue, për që të fëmi, veç këtë fëmi më konë i lumëtur se shumë, o konë një fardhimte edhe një fargzime edhe e kom një vetën edhe më njerë kom menu të nona, kom thonë, qysh pas ka mujt ajo mua me më bu këto, se unë jam vetë fëmi, po unë për që të fëmi kom e dhonë edhe jetën, e nuk kom e lonë. Dhe me thonë është shumë gjest i ranë me bo një gjest tillë me braktis fëmijën tanë. Shumë. O konë që ta mjek shkejnë konë që ato dhe që ato motra, kur i kom të regu se më ka një ata mua vetë unë të folë me thmi, se kur e kom marrë në thmijën të pare në herën në dorë, kom thonë o Zot, mua më ka ndodhë. Po unë e kom e luftua, thmijës tem nuk kam i ndodhë që kjo, shka më ka ndodhë mua. Ta në ato mjekët edhe motrat më kam nërë dhe më kanë pytë, jo kom të reguë, po ma shumë ata kanë kojtë se une. Se ju ka orë shtirë, kur më ka njështë të fjallë unë që fëllësha me thmi. O kom për mua, qaj momenti që ka lindë thmija, unë më njerë ku menu të nona. Kom thonë se qysh pas ka mujtë qëfar dhimt,
e çfarë munimi e pas këtë që thojnë e tash qaj Çfarë moment përjetimi edhe në fund me braktisë me fëmijë, braktisë te- fëmijën ish shumë keq. Po pastaj ju tashmë jeni nanë e 5 fëmijëve. Me qenë se kalove sfida vazhdimisht në jetë, si që të ceke ma herët që fillimet e martesës tuaj ishin të mira. Edhe falë atyre viteve të mira, ju i keni 5 fëmijë. Po pastaj, nuk shkoj gjithçka ashtu si që ishte në fillim. Jo. Si pasojë e çkafit ndodhi që ti veç u divorcove me bashkëshortin tuaj. Po, 24 vite kemi jetuar bashkë. I kemi pat punë të mirë, kemi ble shtëpi e krejt. Po, familja nuk na kanë lënë. Që thojnë në rahat, kemi luftu për ta edhe tanat i kemi bo për ta. Familja e burrit, Familja e burrit, po. Më kanë, që thojnë, shumë gjona të këqija më kanë bo. Nuk më kanë trajtu keqe, më kanë lëndue. po bashkëshorti e kishe në krah në raste Jo. të tilla, Jo, edhe aju pajtojke me familje. po të ke me familjen, nuk më pat mbështetje për tina. Kum luftu e vetë për fëmi, po edhe për familje tina. I kom respektue, anet që mi kanë bërë që ato pune që janë mënue me në ndohe krejt. Unë prapë se prapë, nuk kom mujtë, unë mi a bua atë keqe që ma kanë bua ata muë. I kom pru pe Gjermanisë për para kom kohë që ashtu t'i kemi pru e azyl, kemi luftu për ta, i kom mojt. Po, Prapë se prapë nuk kanë qenë mirë njatë. jo. Prapë se prapë, më kanë shkel. Shumë gjona të këqija më kanë bo. Po, sa ka qenë vështirë një moment për divorcim, duke marrë parasysh që në mes keni 5 fëmijë. Ata s'kan menua as për fëmi, as për mu, as për këto. Se Se morë vendimin mu divorcu ti apo bashkëshorti? edhe ajo koni pajtimit, po unë ma shumë. Edhe? Se e kom vrejt se nuk, jeta nuk shkon me Me të keq. të keq. Se jo më nu 24 vite, nuk kanë besue. Jam kon pa familje, jam kon pa krad, që thojnë, s'kom pot prej kërkuj me më ndimu mua, unë jam kon i përzam vetë. Këta jam kon ma shumë. Do të thotë që ka ndiku që ti historia jetës tonë që ke qenë pa prind biologjik, pa familje ta mund, Vërtet. edhe kjo si pasojë e saj ka ndiku? Këta e kanë ditë kur më kanë marrë mua historien te me krejt. Nuk janë konë pajtimit. S'janë konë pajtimit, po burri u koni pajtimit ka thonë, ok, nuk është kushfar problemi, njerëz jemi krejt, Po. gjuhën shqipe është e full. Edhe kom pat, për që të historien teme, kom pat unë mbështetje pej tina, se më ka thonë, kom e të ndihmue me gjithë familjen e krejt, po familja tina nuk janë konë pajtimit. E ta na për që të arsye, këta mu jenë mënue me mshkel. Ke pas fjalë ofenduese Po, duke marrë parasysh shumë. se çfarë gjendje je rri? Po, shumë kom pat fjallë ofenduese. Shumë. Prej familjes tina, po. Rrugdalje tjetër nuk kishte përveç Jo, divorcit. po. E keni menduar me bashkëshortin që t'jetoni vetëm ti me bashkëshortin edhe fëmijën? Kemi jetu vetë, na, po. Edhe pastaj edhe në atë pastaj- pjesë kanë ndiku. Po, shumë. Shumë. Se jam konon në një person se kom punue edhe me thmi që kom pa thmi në shpe,
edhe familja tina, unë prap se prap kom punu, nuk e kom lanë vetë. S'kom menuën për familjen teme, ka po që ka kom po për këta prindë që më kanë rritë. Unë kom menuë për familjen teme, për fëmi, e blejtëm shtëpinë, jetën e kemi patë krejt mirë, po familja tina, problemi o konë veç të une. Mu më kanë ofendu, kanë folë fjallë që nuk folën ato fjallë, nuk i kom bojë që ato punë, nuk jam konë qësoj rrugës, edhe erë deri të divorci, edhe nuk kom mujtë mo. Sa ishte vështirë për ty një vendim tillë, duke marrë parasysh që ti je rrit pa prind, edhe si mendoje te fëmia. Unë e di që pavarësisht divorcit, ti asnjëherë nuk ke heq dorë nga 5 fëmijët e tu, Jo. edhe një farë forme ju ke qëndru nënë dhe baba. Jo kom qëndruhe. Nuk, për mu konë shtirë me marrë qatë rrugë, po një o konë mirë të une se nuk i kom nalë prej babës, që thojnë, nuk kom folë fjallë, të din për min data 7.000, mi thonë jo. Me kriju urrejtje ndaj babës. Jo. Kom shku e largë, që thojnë 300-400 km largë prej familjes tina dhe prej tina, po une ja kom pruhe fëmijën, që thojnë, nuk ja kom ndalë kontaktin, nuk i kom rritë fëmijën për shame me një farë edukatet keqe se jo e keni familjen e babës kështu ose diçka, jo. Ata nuk kom mujtë se ja kom tregu edhe historinë teme të fëmijëve të mi, se unë jom rrit pa babë, jom rrit pa nanë, jom rrit pa dashnit prindve, pa dashnit motrës, vllavit, të migjes ose të hallës ose të tezës. Unë ato nuk i kom patë, jo i keni, edhe nuk i kom ndalë. Për mu o konë një rrugë e shtirë, po... Cilat kanë qenë vështërsitë më të mëdha në momentin që u divorcove edhe i ke marrë fëmijët? O konë ditë e shtirë edhe për mu o konë që e rrugë e keqe shumë, se kur jam done prej ti, mu më kanë ofendue shumë, kanë lëndu me fjallë, që thojnë, nuk e di edhe nuk muj me fku, shumë poshtë më kanë qitë familja tina, se... Edhe pas divorcit? Po, mas divorcit, po, mas si jam do prej ti, jemi mënua për 3 herë më bo bashkë, se për fëmijëve, po jo familja tina, jo se une nuk jam konë qaj përzon qka janë mënua këta edhe kanë qitë poshtë, më kanë ledu me fjallë të këqia e... Ti vendose fëmijët mi marrë ti, Po. Edhe në këtë pjesë, duke marrë parasysh që në Gjermani keni jetue, Po. Ka ndihmu burri në këtë pjesë? Po, më kanë ndihmu. Vazhdimisht? Po, për fëmijë po. Po komunikimi juaj si ka qenë me burrin gjatë kohës, do më thonë edhe tani me qenë se i keni 5 fëmijë, ka vazhdu një komunikimi mirë apo jo? Po, kemi pat kontakt mirë, krejt, po, nuk e di ke familja tina. Jo. Do më thonë edhe keni marrë vendim mu divorcu edhe në raport, komunikim, vetëm për fëmijë e ka pas vështirë për shkak të familjes. Ka pas vështirë se kës e ka vendos për familjen, nuk e ka vendos për mu. A mendon që familja duhet me pas një rol tillë kur 2 persona duhen, edhe thjesht një farforme mi au prish jetën, edhe mi lan 5 fëmijë jetima? Ja.
Nuk është që është çdo femën. Nëse që e femën, për shembull, kur të martohet me çatë personin, i thot, unë po martona me ty, po unë familjen nuk ta pranoj, nuk ta respektoj familjen, ajo është e keqe. Por që ai personi që tashti ja pranon çatë familje, e pranon, tashti a janë të mirë, Ata ja e pranon, nuk e ndon për familjes. Tash ai personi kur tash se okay, që kjo femën mua më ka pranuar me krejt, po mi pranon familjen e krejt. Pse pra ti qatë femën e shkel, e lën për familje, që kjo është me e keqe. fillimet e divorcit tuaj kanë qenë shumë të vështira. Me qenë se është dashur me punu shumë, për mi mbajt 5 familje. Ke punu vazhdimisht, nuk e dorëzu asnjëherë. Jo, kom punua, nuk i kom lanë. Ndoshta i kom lanë vetë që kom punua. Kom luftu për ta, po besa dhe kom luftu edhe me njerëzi që i kanë full dhe fjallë që Pa. nuk s'jom kona asoj rrugës. Mhm. E kom qyrë që thojnë punën teme, kom menu për fëmi, këta me ish burrin kisha kontakt, viket e fëmija, pakës që çfarë personi jam, cëllën rrugë jam, po për m'ja kthy shpinën fëmijëve, ose me menue diçka për jetën teme, me patën e një jetë që thojnë ma të bukur a diçka, jo. Unë kom menue veç për fëmijën e mi, s'ko menue çka flasin njerëzit. Ndoshta që thojnë, kur jam kom vet, po kam vujt, po kur jam kon me fëmijë, nuk e kom tregu veten se jam të mërzita, Je tregu shumë e fort. po jam kon ndoshta edhe do ditë vështira që nuk kom mujt edhe me përvallu se me luftu o diçka me bo, po fëmija kur nuk e kanë vrejt si ose kam probleme ose kam diçka, jo. Suzana, ju tash vetë që je gjyshe, Po, më zgabofsha. po gjyshe, ja, po. Fëmija si të vlerësojnë sot, duke marrë parasysh se nga lindja je sfidu me gjana të ndryshme, edhe deri në momentin që ti nuk i hjek dorë asnjëherë nga ta, si vlerësojnë Në fillim nuk janë kon pak, nuk më kanë besu, nuk i kanë ditë ato dhimbët e mia, çfarë dhimbë unë i kom pat, po tashti janë prind vet, edhe e din sa vështirë është me qenë prind. edhe tash unë vet po menoj se ndoshta tashti janë të mbesu mua çfarë dhimbë i kom pat unë, çka do me thonë, më konë prind me rrit fëmijën po se di veç nashta që tashti janë të mbesu, unë jam e lumtur me ta, edhe jam krenare me ta, që kanë kriju, familje kanë kriju, janë mirë e krejt, po dëshira jame është se ndoshta vjen ajo ditë që menojnë për mua që nuk jam largu prej tyve, nuk i kom lanë vet, kom mendu për ta, nashta edhe nejherë, nashta i kom idhnu se i kom lëndu diçka, po Gjithmonë me qëllim të mirë, me besoj. qëllim të mirë, edhe se jam konë edhe une që thojnë e lëndune, kom vujt, jam rrit pa familje, pa kërkonin, për momentet që tashti që thojnë jam e lumtur me ta, janë mirë, kanë kriju familje, krejt,
Po prap se prap apet, Çfarë të mundon? mua mundon shumë se kisha mujt me kthy atë kohë. Mos ta kisha patur në që si jetë, kush e s'kisha desht. Çfarë kishte ndryshu të veçja nëse kishte qenë mundësia me kthy kohën mbrapa? Kisha ndryshuar, që thonë, nuk I kisha nguq ta prind çka kisha vazhdu jetën, shkollën, që thonë, I shkon krejt, nuk po muja as me. E kuptoj. Suzana, kanë kaluar shumë vite, biseduam për fëmijërinë tuaj, për martesën, për divorcin, për fëmijët, po krejt këto vite kanë kalu pas krejt këtyre viteve keni takuar nënën tuaj biologjike pas 45 viteve. Si e takuat nënën tuaj? Ishte kërkesa e saj edhe gjatë këtyre viteve ti vesh në moshë shumë të hershme e ke kuptu që nuk jam prindë tu biologjik. Ke kërku ndonjëherë që mi taku tamën? Po, dëshira jam më konë kja, po. Edhe cëda ka qenë përgjegja jote? Unë, prej se kom ditë që nuk jam këta prindë mi biologjik, unë kom luftue, po nuk I disha dhe kanë me lypta, kun që thojnë kur s'din pekajt e ki prej ardhjen, ose kun kanë marrë, që të kom problemën e kom luftu me vite, jo më nu prej kësaj familjes me marrë informata. Po ju ke bo pyetje, Ju kom bo pyetje, që kanë rritë, po. Çfarë përgjegje ke marrë? Jo prej tymve jo, veç prej familjes, po s'm kanë dhonë. Po pasi që shkove në Gjermani, ti tani vetëm se u pjeke një farë forme, ishe nën vetë, kishe dëshirë vullnet prap mi gjetë prind biologjik? Po. Edhe nuk kishte asnjë mundësi për mi? Jo. I kom pyet krejt. Po si ishte momenti pastaj pas 45 viteve që të kërkoj nëna juaj dhe e takuat për herë të parë? Ajo më ka taku mua vetë, se ajo e ka ditë ku jam rritë. Ajo të në më ka taku, më ka lyp, ka marrë informata ku jam, I ka ndonë informata si jam unë jashtë në Gjermani, e ka ditë e cila familje vijon në Kosovë. Ku jeni takuar edhe na përshkruni atë ditë kanë tregu, me kënd do të takosh apo jo? Jo, s'm kanë tregu, se unë jam marrë prej Gjermanisë, qatë ditë kur jam marrë unë prej Gjermanisë, të qaj familja aty ku jem konë, veç më kanë tregu se po vjen, është ka me ardhë dikush, po nuk e di se të kanë lyp, po për çfarë arsye të kanë lyp nuk e dim. Thana, kjo ka ardhë me djalin e vetë ka ardhë, edhe jo hinë mrena, unë isha me 2 vajzat e mia qatë ditë që më rrita prej Gjermanisë, ajo e erdhë aty, po ajo nuk me kes me fol të kajt. Po ti të shkoj ke mendja që mund të jetë Po, nona unë e jote? kom pat një farmenimi edhe dyqysh se ma njekë mua si diçka ka me ndodhë sot. Po tana unë e prita një gjysore, ma nuk mujta dhe o qova, tash a banë, tash brahall, tash me më tregu. Pse? Pse jetë të kajt edhe Pse ke ardhë? pse ke ardhë edhe ti as nuk po munesh me fol, as. Po me njëherë nuk ma kthej përgjigjen. Ish me djalin e saj, tana unë e veta djalin, thash ti djallë, thash a bën me më tregu, thash çka u ka bërë qëtu. Qëtu thash diçka nuk është në rregull, po e du thash një përgjigje për juve.
Tha, po, tha, ullë, tha, qëto, tha, tash, tha, nona, tha, ta jep, tha, përgjigje. Edhe ullë, të ne janisi. Tha, po qysh më i bi, tha, unë, tha, mës me kajt, e mu, tha, ma mirë, tha, zote, tha, të ma kish marrë, tha, shpirti, se që e kom prita që ditë. O, zot, tash. Oke, unë, të në që aty, e ditë edhe se, që kjo është nona. Po e përqafove? Jo, Pse? jo se s'ko mujtë. E para e përgjigjo, po ne jemi e pyetja jemi a konë. Çfarë pyetje i ke bërë? Krejt aty në konë të, që thojnë, qaj e para pyetja konë jemi, pse? Pse m'ke lonë, edhe pse mas disa vite ke ardhë, do me thonë që tashti, e ke gjithë rrugën edhe venin ku jam, e që so vite nuk ke lyp, pse? Edhe a je lëndune. A të ka dënu Zotit dikon ku të ka dhimbë të ma shumëti. Okej, që aty e pranoj gabimin që e kom folë qëtë fjallë, se nuk e kom ditë, ajo shkon e lëndune shumë, i ka vdek vajza 24 vite, vjetë, ka bon ndeshje, nuk e kom ditë, që të e kom vështirë për mu, po të na nuk kom mujtën aty mo me nejtë, me qëtë familjen që aty e kom marë, në kjerë, edhe jemi shku ku jemi o konë qitë, edhe kom nejtë që aty me ta një 4 ora 5. Kapet, ja kom qëtë pyetje, pse? Çfarë të përgjigj? Jo. S'ka e përgjigj. Besojnë, jo. Jo. S'ka, nuk. As qatë dit, as tjera dit, as s'kom bënë përgjigje, besojnë, as ma ka këthi përgjigjen. Pse? Ose në i fjallë, dyqysh me thonë, oke, nuk muj sot me ta këthi përgjigjen, ose një fjallë të mirë, se bëllën unë jam konë e lëndune, që thojnë, po ju, s'kum po të përgjigje besojnë. Mës 3 vite. Po pastaj, pasi që kaloj ajo ditë, keni pas komunikim të vazhdueshëm? Po, kum po jo shumë. Edhe a ja ke fal? Jo. Pse? Jo, hala, jo. Jo. Pse nuk ja fal? Ndoshta po ka bojnë, ndoshta apo ti kërkoj edhe Zotit falje, ndoshta po nuk muj. Ndoshta edhe ajo ka kalu një fazë tronjet, duke marrë parasysh se para shumë vite ka qenë shumë vështirë që ta pranosh një fëmijë të huaj, ndoshta edhe kur ta kesh vetëm një lidhje. Kështu që besoj që në këtë pikë duhet ta kuptosh me qenë se je nonë vetë dhe besoj që një pikë shumë e vështirë kur një nonë vendos me braktisë fëmijën e vet. Po, e vërtet është, po o konë që ajo kohë për para e vështirë. Po kish mujt një qetë rrugdolje me gjetë. Jo me kalu e 25 vite pa taku. Po, do me thonë që mas 25 vite me ardhë me ditë ku jam. Edhe e ke ditë ku jetoj, e krejt. Me ardhën, që thujnë, unë e kuptoj edhe ato, dhe ajo ka dhimt, dhe ajo konë që thujnë e lëndune krejt. Po, unë e ma shumë. Unë e ma shumë, se unë e kumë vujt, unë jam rritë, që thujnë, nuk jam rritë qysh, duhet një fëmijë më rritë, me dashni, me krejt, që thujnë, po apet këthejna, që thujnë apet hatri Zotit, mëdhimet. Po, me e falë gabimin, jo, nuk muj.
Se dhe unë ja kom këthy përgjigjen asoj më njëherë, i kom thonë, po më vjen kesh me thonë, po edhe unë jam nonë e 5 fëmijëve, edhe unë jam kom vetë, po unë e fëmijën tem, nuk e kom lanë durët, dikuj tjetër mu rritë, mas me pa dashnin e nonës, unë se kom bëhet punë. O kom vështirë për ta që kjo, e kom kuptu edhe e kuptoj, e di çfarë dhimbte e ka pat, po jo. Po kur të vini në Kosovë, e vizitoni, komunikoni vazhdimisht në telefon? Po jo shumë. Jo. Sa jo shumë? Javë, një herë? Javë, thirrje, një javë, 2 herë, ose sa jo edhe mërzitet ma shumë, kur ka kontakt ma shumë me mua, edhe një kam qef se nashta vjen dita dhe fëmija soj e ndëgjojnë qëto. Për mua është vështirë se këta e din, këta janë rrit me nonë dhe me babë. Këta janë rrit me dashnit nonës që thojnë, për ta është ma ndryshe. Për mua është pak, jo pak, po shumë vështirë. Se unë kur po vi, përshë me një urën e me nejt, me nonën, do të më kuptua ta mu se unë e kam qitër dhimt. Se unë jo më rrit pa dytë. Ndoshta unë e foli, ose buna nervoz, ose diqka, unë e kam prej dhimbtës. Kam qef edhe prej tyme me pot një tjetër dashni, një farë respekti. Një farë qasje më të ngratë. Që ata unë e kisha desh prej tyme, se jo më rrit që thojnë pa motër, pa vëlla, e jam një person se nuk jam të ardhur prej Gjermanisë për interes me nejtë unë për shembull të ta, unë e du një farë, s'po di edhe, s'po muj edhe me mu shprej, se që thojnë një farë ma shumë di me një farë dashnije me pot, me ta, që thojnë, jo me menu, që kjo po vjene, se di, jetë më kuptu, po unë nuk po muj me folë qëtë fjallë, se qëto person e vrejnë atë kur të shkon, unë e prej nonës, po, unë e shoze prej nonës, unë kam dashni, e kejt, po prej rrethines. Po me gjithat ti prej nonës ki dashni, ki komunikim, po nuk ja falë. A mendon që nesër, lartë qoftë, me ndru jetë nona, pendohesh për një gjatë tillë? Me gjithat është nonë, nonë je vetë. Mos harro se krejt një jetë kem gabime, krejt gabojmë. Po dhimbta e vlatit është dhem. Sikur mendo që ndoshta ka kalu shumë faza, jepi hapësirë me folë shumë, mu shprej shumë. Besoj që ndoshta edhe kime kuptu shumë ma shumë, edhe ndoshta kime kërku falje që ndoshta në momentet caktume i ke bo pyqe që nuk e marrë asnjëherë përgjigje nga jo. Nuk, po kemi edhe shancën më konë na shumë, edhe në bashkë. Për shkak distancës. Edhe këtu kur vi, s'mujmë na shumë, unë e marrë, dalë me to, po ku shumë nuk po kemi. Pasim për punën cilën tani je duke bërë aktualisht, me qenë se fillimet e tua, tham, kanë qenë shumë të vështira, ke punu çdo punë, vetëm fëmija ti kanë kushtet, mos që mungon asgjë. Në vërtet. Po tash të shohim edhe në rrjetet sociale ti
je vozit, do më thënë, autobusat. Po. Na tregoni këtë eksperiencë të punës, si vendoset që t'jesh një shofer e autobusave dhe si është për ty kjo eksperiencë dhe je paragjyku për punën cilën e bërë. Po. Dëshira jam o kom prej pse e ku marrë lejen e Kirrit, o kom dëshira jam se ja, për shembull mu bo shofer e autobusit e shofer e kamionit. Kjo kom dëshira jam më e madhe, se në shkollë nuk më pat shumë, se më kanë martu të re, s'kom pat tjetër gjithojnë në rrugë dalë, me vazhdu në shkollim, në zanata, diçka. Tana, atje po ndim kom pat prej komunës, ta kanë deshtë, e kanë ditë se në qëfar historie kam, e ka ditë që martu e re, kanë deshtë mua me më quë, për shama me në shkollë, fakultet e kejtë, po një kom thonë se jo. Nuk është... Së është fakulteti për jo, nuk është për mua është një punë që është, për shama, action. U kom punë e ronë, diçka se tana këta më kanë dimu, e kom krye, që tojnë, për një ditë krejt lejat i kom marrë, dhe kom për mu që do të dhe që ki kapacitet edhe fakultet e shkollë me krye. Po, dhe kam edhe për si shkollë për leje, për shama mu bo mësuse për lejen këta që e morën, edhe ato e kom kry, po ato nuk e kom, adhe se më shku hala, mu më ka interesu veç autobusi dhe kamioni. Është knatësi. Shumë. Në fillim, o konë pak, po kur e punon një punë me gjithë qef, edhe ke po dëshirë që thojnë me orë deri të qaj cili që ty, do këtë se këtë buta është e jotja. Po fillim kom pat probleme, kom pat prej kolegëve. Paragjykime. Paragjykime. Edhe në Gjermani ka paragjykime? Në Gjermani ka, po. Dhe ato ma shumë ka. Nga shqiptarët apo nga Gjermanët? Ja, nga Gjermanëve jo, se Gjermanit nuk i intereson. Ati intereson puna. Po. A prej shqiptarëve, po. Kum pat prej kolegëve. Cila kanë qenë paragjykime? Paragjykime, çka qysh, pse ti, aty në karrikë ki punën në shpen kuzhinë. Zbon gruja me... Zbon gruja me shku me punu që të punë, do të në shpi, në kuzhinë edhe me thmi. Ato çdo ditë. Po me gjithatë nuk kanë ndikua, ti ke vazhdu punën edhe vazhdojnë... Shmu ka interesu i mbo dhe çdo ditë edhe me e fort i mbo. Një shofere me e fort. Po dhe... jam krenare me qatë punë. Ti kisha menu për shemë të kisha thonë, ok, këta kanë me drejt, një femnës nuk i ta kanë kje punë, je femën, do të në shpi me nejtë. Ama, te e bon këtë punë shumë e qefë, se unë e të shovë që qëtë TikTok ka vazhdimisht, dhe me thonë, e shion vozitjen, edhe duke marrë parasysh një autobus me vozit është një përgjësi shumë e madhe, po ki komunikim, dhe me thonë, me njerëzit që udhtojnë vazhdimisht? Po, kam. Të ndihmona i komunikimi? Po, shumë. Krijon shoqni? Shumë, edhe ato ku shkoj, për shemë të është, se e kam punën edhe shkoj për shemë 10 ditë, jam me qëta njerëzit çdo ditë. I kam, që thujnë me, çdo ditë me ta udhtoj. Një farforme si familje bëni. Po, kam kontakt edhe me ta, nuk ndërprind kontaktin. Njëherë për shemë ka orë puna, unë e kom vëzit, ku kanë ndesht ata, kom shku me ta, po kam kontakt me ta, që thujnë, kam shoqni, po me Gjerman. Po. Se këta të kuptojnë, ti din dhimt, e din thojnë kjo me... Me shqiptar? Me shqiptar është pak ma problem. Po ndështë është ma problem se dhe në momentin që nështë pini kafe dhe njeri të regon për historinë, për jetën, pastaj me njerë fillojnë paragjykimet. Paragjykimet, pse, qysh... E kuptoj. Edhe një është me keqe, që kjo shalla ndryshon.
Jo të është i të krejt. Po janë do njerëzi, tash për shembull unë jam një person se unë e respektoj kolegin, e respektoj një shok, një shoqe. Një koleg që kom punue me ta, unë e respektoj. Ku e shoh, e përshëndes. Ose bjen puna e pim edhe kafe. Po pse ka njerëzi e kanë një mendim këtë tjetër? Pse? Që kjo është dëshira me madhja të unë më ndryshue njerëzit, pse se ti tash ti e shen një femën me një moshkull, Po. ajo e respekton e ka shok të punës. Tash do me thonë që e pim në një kafe. Pse njerëzit e morrin këtë ndryshe, edhe menojnë e qesin qatë përzon qatë femën poshtë, jalla ke vozit autobuzin e kjo, e qesin e mënojnë e qesin qatë përzon poshtë, pse? E që kjo është me keqe, se do të më ndryshue. Një femën të që e punon qatë punë, aja femën të është e, do me thonë ka Po. një rrugë të keqe, është, se po m'vjen keq edhe me përmend qatë emën, po njerëzit e këshit të binë edhe me përmend qatë fjallë, do me thonë tash unë që pe poziti autobuzin, unë falë shprej jam lavira, qka? Pse? E kuptoj. Unë që thëjnë, ajo çdo Besoj që jetat ka bo shumë atë fort, shumë. sfidat e jetës. Edhe njerëzit e këshim më kanë bu mua edhe më të fort edhe më e S'mu fort. dërzu asnjëherë. Po, s'ko mu dërzu, mënohen me më qitë poshtë, po, jo. Nuk mujnë kur. Edhe një, që thojnë unë e kom luftu e gjithë për vendin tem, edhe kom e luftu, që ta shte e kom vendos, kajteti muj, më këthym vendlindje teme, me jetu, se ato obligimet e mija i kom kryon atje, Për gjithmonë. për gjithmonë, se nuk jam të mujtë ma me jetu atje. Çdo ditë pe shty. Po ndjenjat, zemra, nuk jam e rahatshme atje me jetu alo. Ballu bane 38 vite. Mirë se na vjen në Kosovë, ka nevojë Kosova për shoferët autobusave, kështu që besoj që me shikimin e emisionit, me njëherë kanë me fillu ofertat për punë. Do shta edhe para gushtit. Po, nashta edhe para gushtit, nuk dihet, nashta edhe më herët. Unë edhe qëtash të kisha, po qëtash du të më shku atje me kry do obligimet dhe më këthy. Po, një, kanë qef, nashta i sholla njerëzit edhe femnat, të motrat e mija e këto krejt, nashta unë kuptojnë, kam qef me mi thonë do fjallë, për do vojza të reja, për motrat e mija, për që thojnë për krejt. Mos t'i bujnë do gabime që kanë më pëndu ma vonë, që kanë me thonë, o Zot, qka ku m'bone, s'ka bo kërkuqe. Mos t'i bujnë do gabime që Nuk shlyhen. nuk shlyhen këto gabime, që une peqes edhe une m'veti, une ndoshta vjen dita se edhe une ja falin nanës gabimin, se ajo konë që ashtot, po ato dhimt e mija dhe ato vujtet e mija, i di veçone edhe i lumi Zot, e që ta tham, inshallah, Zoti, që e ka femna që mos t'i bujnë be qëto gabime, në të menojnë që Një gabim fillimisht i vogël, po përfundimisht kushton shumë e jetë. kushton shumë. Që thojnë, edhe kur të martohen, mos t'i bujnë do gabime, be në të menojnë njëre mirë si të thmija. Se vëlloj shtirë thmija, po jesin me traumë. Që thojnë,
që unë i kam të mitë, janë të martuar, krejt janë rrugë Zotit edhe inshallah gjithmonë i shoh që është të lumtur, po e kanë atë Atë lëndimin për mrena. mrena e kanë se e di që thënë kanë po keq, e kemi po një jetë Janë rrit me fjalë të këqija. janë rritë. E kuptoj. Edhe janë rritë me fjalë të këqija dhe i kanë folë edhe që edhe qëtash janë të martuar. I folin fjalë të këqija për non. Pse? Po besoj në këtë pjesë, ata tashmë janë të pjekun, të paktën bile fëmija do të me mbyll këtë çështje, se në momentin që dikush flet keq për nonën time, nuk besoj që qaj person nuk ka që atakohet ma me mu. Qashtu të dhe unë mendoj, po në tashni nuk më mi u thonë aty me që thojnë personalisht, po do shta vjen dita se halo janë pak, nuk janë edhe 3, po do shta vjen ajo ditë se kanë me menu, kanë me thonë, me kemi bu do gabime si i kemi ngu ata njerëzit që i kanë folë ato fjallë këqija për non, po inshallah qysh janë qëtash i shoh gjithmonë të lumtur, edhe ndoshta jo, ata e din se unë ju kom thonë këtymi se dëshira jeme është se nuk muj, unë më me nejt në Gjermani, të mu këthym vendin tem, nashta dhe vjen ajo ditë që më besojnë edhe muë, kur të vinë ata në kohë teme si s'kan me mujt edhe ata me nejt atje kanë me ardhë, se dy djemon i kam se kanë linë në Kosovë. Po. Aja vendindja nuk është në Gjermani e tyve, që thojnë edhe më Po me që besojnë. thatë, kur po kalojnë vitet edhe po shkollohen atje, një farforme për ndin vetën si me qenë vendi tyre, fatkeqësisht. Po, Suzana, cili kishte me qenë këtë përfund mesazhi juaj për gjithë shikuesit tanë të cilët janë të shumët dhe e kanë dëgjuar rrëfimin tuaj? po, dëshira më është që t'ju thëmë se mos ndodh kërkon që kjo histori që kam ka ndodh muë, inshallah kërkuj nuk i ndodh, po e tash edhe me ndodh, tash të mi këqynë ndoshta si jën konë mundësit, ose mu konë me pot një farë arsye si pse e lënë të mi unë jetim, ose pse ndodhen qëto punë. Dëshira me është që inshallah kërkuj nuk i ndodh edhe me kujdes, me këqyrë si mos me ndodh qëto, edhe një është dëshira e me mua si me respektu një feme si e punon një punë, ajo punë është e rëndë, është për mashi, po du të me respektu qatë feme si kur e shese është në rrugë, që thojnë në rrugë drejt, ka luftue, është që thojnë nuk o dorëzue, me respektue, jo me mënu me shkelat femen, se është shumë keq, shumë djetë keq me një femen, se kur t'nin që të fjallë të ronda, mënohen me shkel, inshallah që të ndryshohen pak njerëzit, se pëllojnë shumë keq. Faleminderit shumë edhe një herë.